vendose që një pacient duhet të vendosë stent, sepse një pacient vjen në kom të veta për një koronarografi, për shembull, për një shqetësim që ka dhe aty në sallë i thuhet që ke nevojë ose s'ke nevojë. Është moment ndoshta kritik edhe emocional edhe psikologjik ngarkesë. Kur janë indikacionet kur me të vërtetë i thuhet o zotni, o zoj, ti ke nevojë se pa qëton, ki me pas probleme shumë të mëdha. Pra, dilemat janë pikërisht të urgjencat. Sepse kur nuk është urgjencë, përgjithësi ki kohë me bisedu, edhe pse edhe ato shpeshherë refuzojnë pacientët edhe bjen deri te puna urgjencës, sepse mos trajtimi adekuat me kohë caktune. Mirë, po dilemi kryesor është te urgjenca. Pra, në qoftë se pacienti ka infarkt akut, koha, e thashë në fillim, është pyetje. Sa më zgjat që shkon prej momentit mbylljes arterës te hapja e saj është dëm për zemër. Dhe çaj rehabilitimi i ma vonshme është pikërisht varet për kësaj kohe. Në qoftë se u trajtu me kohë, ka me pas një rehabilitim shumë të lehtë, shumë të mirë.